Vizitat dhe urimet për festën e Krishtlindjes janë zhvilluar edhe nga komunitetet fetare, të cilat në këtë ditë japin edhe një herë tjetër shembullin e bukur të bashkimit dhe harmonisë fetare. Arqipeshkëve në Shkodër Pult dhe drejtuesit e Kishës Katolike i uruan për festën e lindjes së Jezu Krishtit, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari dhe Atë Aleksandër e Nikola Petani, drejtues të Kishës Ortodokse. Ato uruan për më shumë paqe, dashuri dhe harmoni mes njëri tjetrit dhe që këto festa të shërbejnë për bashkimin e të gjithë shqiptarëve. Le të shpresojmë secili prej nesh, si besimtar të krishterë që jemi, që kjo linje e Zotit të jetë një shpresë, një shtys për të gjithë besimtarët e krishterë, por edhe më gjerë. Le të shërbejë për mirë, ashtu si Zoti u mishërua u bë trup, ashtu edhe të gjithë besimtarët bëhet një me Zotin, se qofse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundandesht. Uroj edhe të gjithë besimtarët e qytetit Shkodrës, por edhe besimtarët e komunitetit musliman, gëzuar dhe një vit i ri, një vit i bekuar për Shkodrën edhe për gjithë vendin. Urimet mate për zemër të gjithë botës së krishterë me rastin e Krishtlindjes, në veçanti katolikëve të Shkodrës, ortodoksëve të Shkodrës, të gjithë besimtarëve që besojnë në një Zot dhe besojnë se diversiteti fetar është një vlerë më shumë në shoqërinë tonë, e besojnë se besimtarët e kanë një thirrje nga Zoti i gjithësisë për të bashkëpunuar dhe për të jetuar në harmoni dhe në paqe me njëri tjetrin, e për të vlerësuar momentet e rëndësishme të besimit e të fesë, e ditët festive, për të uruar çdo të mirë për zemrën e secilit prej nesh, e për të lutur Zotit bashkarisht për më të mirën e mundshme për vendin tonë, e për harmoninë e besimtarëve e qytetarëve të këtij vendit. Krishtlindja është festa që përkujton lindjen e Jezu Krishtit dhe është një nga festat më të dashura dhe kryesore të festës së krishterë. Dita e lindjes së Jezu Krishtit është edhe dita e parë e 12 ditësh të festimeve, që nis me 25 dhjetor deri në 6 janar, kur edhe është dita e ujit të bekuar. Krishtlindjet kanë si simbolik të tyre pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe familjen e bashkuar.